Gjykata kushtetuese i ka refuzuar iniciativat për të kontestuar sistemin qyteti i sigurt, respektivisht disa dispozita të ligjit për shkeljet. Iniciativa për kontestimin e Safe City u dorëzua nga 2 degët e Aleancës për shqiptarët të udhëhequra nga Ziadin Sela dhe Arben Taravari, si dhe nga studenti Ylli Paçuku për shkak të mos përdorimit të gjuhës shqipe në mesazhet për shkeljet. Vërejtje pati edhe për zbatimin e sistemit vetëm në Shkup, Tetov dhe Kumanov, pastaj për detyrimin e posedimit të telefonit celular dhe adresës së internetit për dërgimin e mesazheve, si dhe për zbatimin selektiv të ligjit dhe për diskriminimin ndaj shqiptarëve. Me këto iniciativa kërkohej që gjykata kushtetuese të shfuqizonte dispozitat kontroverse. Raportuesja e çështjes gjyqtarja Ana Pavlovska-Daneva tha se gjykata ka praktik të pasur kushtetuese, ku nuk është hapur procedurë dhe ka refuzuar iniciativën. Ajo dha si shembull kontestimin e detyrimit për vendosjen e kamerave dhe të ligjit për arsimin fillor, ku kërkohej kontestimi i ligjit për shkak të qasjes jo të barabartë të nxënësve në internet dhe kompjuter gjatë pandemisë së Covidit. Ajo tha se këto iniciativa u refuzuan sepse hynin në fushën e zbatimit të ligjit, për të cilën gjykata kushtetuese nuk vendos.